nuk besoj që më duhet një qenush që unë të kurohem, do vazhdoj siç kanë vazhduar tani me ushtrimet, ndërsa kur mos sollën lajmin që ky qenushi nga gjithë vëllezërit dhe motrat e tij ishte më mistreci, do ta hidhnin në rrugë. Pa e menduar fare, thash okay, unë do ta marr. Dhe kështu nisi pastaj kjo dashuria kaq e madhe që unë kam me qenushin tim Anakin. Që e ka emrin? Anakin. Anakin. Është që shohim në foto? Dhe emri është sepse Anakin Skywalker nga Star Wars, në ndjenja, në emocione është bardhëzi. Duke qenë që Anakin ishte si në aspektin fizik bardhëzi, por dhe në emocione është goxha në emocione shumë emocional, shumë ndonjëherë agresiv, ndonjëherë i butë, është domethënë ka të dy anët. Unë e mendova mirë pjesën e emrit dhe i vendosa emrin Anakin. Ja se si vjen në formë terapie, po dhe pastaj një dashuri që për ty është kthyer tani në një mision, praktikisht. Por përpara se të dalim tek ky mision, se ti e përmende disa herë bashkëshorti, ai që do të bëj bashkëshorti im, si ka ndodhur njohja me të? Ai është i huaj? Po, ai është i huaj. Mateo ka... Mos më thuaj që ka qenë këshill e babit dhe familjes që burrin ta kishte jashtëm. Do ta shpjegoj. Ndodhi në mënyrë shumë spontane në fakt. Mateo, prindërit i ka italian nga Milano, por duke qenë që ka jetuar mbi 12 vite në Zvicër, ka marrë dhe pasaportën zviceriane dhe ishte në Zvicër në atë kohë. Unë sapo kisha filluar bachelorin, ka qenë semestri i parë, Mateo atë natë që ne jemi takuar sapo ishte diplomuar. Pra ne nuk do shiheshim më. Jemi njohur në ditën e fundit të tij të shkollës. Unë isha duke studiuar, ai ishte duke festuar. Destini, do ka qenë fati. Ti ishe duke studiuar në bibliotekë? Unë isha tek shkolla në Lugano, ne me kartën e studentit mund të hymë në çdo dhomë. Unë isha në një dhomë që po studioja, ata ishin në një dhomë tjetër sepse të lejoheshin që të merrje pije pa alkool normalisht të festonim. Dhe ata ishin në një dhomë tjetër, vjen një shoku i Mateos dhe më thotë, do bësh një pushim sepse po studion si shumë. Dhe unë i them po patjetër, po vi 5 minuta. Shkoj tek kjo dhoma ku këta po festonin, ishin gjithë sepse sapo ishin diplomuar të gjithë. Nuk e di, çuditërisht më ngjiti biseda me Mateon. Dhe që aty po i tregoja çfarë po studioja, më dha disa këshilla sepse ishin normalisht libra dhe lëndë që ai kishte studiuar para meje. Ai po e mbyllte, kështu që ti ishe në fillim të rrugtimit. Apo më jep numrin e telefonit se do të jap shënimet e mia. Okej. Dhe ne kemi mbajtur shoqëri për 2 vite. Para se të nisi vetëm shoqëri. Okej, mendova diçka tip kolpo di fulmin nga të dyja se dha shumë i gatshëm që nga treguar. Dhe unë e kam ngacmuar pak sepse kur më dha numrin e telefonit dhe në atëherë Facebooku, bashkëshorti im e ka mbiemrin Casanova. Dhe i thash, po, atëherë je vërtet Casanova. Por e mori me shumë qetësi. 2 vite patëm shoqëri, pastaj kaloi në mënyrë shumë natyrale nga shoqëria në një marrëdhënie. Me një lidhje që kur ndodhi? Si propozim, apo... Po, ka ndodhur në muajin prill, në 22 prill. Ne ishim në Milano, ka ndodhur në mënyrë shumë spontane, sepse ne shkuam tek shtëpia e gjyshes së Mateos, dhe mos tha, do takoj pak qenushin tim, dhe ai atëherë me qenush, do takoj pak qenushin tim, kjo është shtëpia e gjyshes. Unë tani si vajzë tradicionale, i them, unë të vi tek shtëpia e gjyshes tënde, ne nuk kemi as të lidhur bashk. Po me të drejti, s'ke patur vaj. Ishte vjesht duke dalë. Dhe ti po më sjell tek gjyshja, dhe Mateo, kështu me habi, do me thënë, wow, si reagove në këtë mënyrë. Në atë moment, pastaj ne dolëm, po pinim diçka, dhe aty më bëri pastaj propozimin që atëherë me qenë se e more me kaq seriozitet unë po ta bëj propozimin, a do që të lidhemi bashk. E po mirë, ne që kemi edhe kështu si në përvjetor, pra fiks. Po ne me 9 prill kishim përvjetorin e martesës, me 22 prill kemi përvjetorin e lidhjes. Kështu që prilli që nga muaji juaj, pak a shumë. Dhe si ishte ajo puna e babit? Domethënë që për një burr të jashtëm, për një burr të jashtëm nuk e ka pasur shumë problem. Domethënë mendoj që edhe po të
Jo, në sensin në këshilla, ato, domethënë si e ka pasur shumë si këshill, më thoshte të lutem, respekti është shumë i rëndësishëm. Babi duke qenë normalisht ka filluar si investigator në prokurori, ka pasur profesione që normalisht kanë qenë të lidhura me abuzime tek femrat, me dhunë, me krimin, ka parë shumë. Dhe më thoshte të lutem, të kam rritur mirë, jam munduar shumë, të kam mbajtur ndonjëherë si lule mos prek. Pastaj filluan sfidat e jetës më vonë, se normalisht nuk mund të mbrojnë prindrit gjithmonë. Dhe thoshte të lutem, respektin e kam shumë të rëndësishëm. Dhe një gjë, se babi është shumë tek pjesa e shkollës, nuk toleron. Do me thënë, sado që mund të përkëdhel apo mund të përkra, tek pjesa e shkollës është shumë strikt. Pjesën e edukimit, të arsimimit e ka shumë të rëndësishme dhe thoshte respektin dhe shkollën. Këto dy gjëra kërkoj, pastaj të tjerat shihi vetë. Dhe unë kam qenë shumë e surprizuar, sepse normalisht duke parë pozicionin që ka pasur gjatë gjithë jetës, mendoja që do vi tani një figurë tjetër mashkullore dhe mendoja që babi do ishte xheloz, mund të kishte reaguar ndryshe dhe kam qenë shumë e surprizuar që ka reaguar shumë mirë. Po në fakt tani që jam rritur e kam kuptuar dhe unë që babi, se unë e shija gjithmonë në televizor si atë personin me një karrierë të suksesshme, po nuk ka qenë asnjëherë person arrogant, apo gjithmonë ka qenë shumë i thjeshtë edhe shumë i dashur, kështu që nuk e di pse unë vetë kisha këtë frikën që si mund të reagonte. Po ndërkohë reagoi në një mënyrë vërtet shumë mirë. I ka pëlqyer. Po, i ka pëlqyer. Praktikisht. Dasma, jo një, po dy dasma. Dy dasma, sepse ne kemi bërë një dasëm në Itali vetëm me 50 persona, një ceremoni shumë private, por kishte edhe një arsye të fortë. Po tek gjyshja. Gjyshja e Mateos, kur ne kemi bërë dasmën para 4 vitesh, tani sapo ka ndruar jetë, 103 vjeç ka ndruar jetë. 103 vjeç. Ka qenë 100 vjeç. Dhe nuk vinte dot në Shqipëri për të festuar me ne. Dhe ne vendosëm që pse jo ceremoninë e dasmës ta bëjmë në Itali dhe e kemi bërë në një kështjellë afër shtëpisë së gjyshes, ku na ka martuar dhe pronari i kështjellës që në fakt kishte dhe titullin markez, na ndodhi shumë interesante dhe prandaj ne zgjodhëm që ceremoninë e parë ta bënim që të ishte prezente dhe gjyshja në normalisht simbolika e gjitha të çonte drejt saj. Ti bjonde këtu. Kam qenë bjonde. Shumë e bukur. Ndërsa më pas festën e madhe e kemi bërë në Shqipëri. Sa e madhe? 300 persona kanë qenë. E madhe! 300 persona kanë qenë, shumë e madhe. Normal, marton dhe gocën. I dash dorë të lirë. I thash unë atë ceremoninë që kisha dëshirë e bëra në Itali, bëjeni si të doni dasmën, edhe tek dekori nuk kam vënë dorë fare. Ja kam lënë prindërve, kam thënë bëjeni, se ishte dasma e parë, se vllajin akoma nuk e kam të martuar, ishte dasma e parë, thash bëjeni ju si të doni, kështu që vetëm veten time rregullova tek dasma dhe i lash dorë të lirë. Edhe i pas ke lënë çim përgjegjësi ti. Patjetër, po. Patjetër, se është dhe përgjegjësi, nuk është vetëm fest, por dhe zgjodhët që t'jetoni në Shqipëri. Dhe direkt pas dasme, ne zgjodhëm që të spostohemi. Pse jo në Itali, pse jo në Zvicër, ku ishte zgjedhja jote dhe vure vetëm. Ne bashkëtesën e filluam në Zvicër. Unë jetova 10 vite në Zvicër, sepse pak vite na u bën tani që jemi rikthyer në Shqipëri. Kjo lidhja e fortë që ka me familjen, me kalimin e viteve po e ndjeja më shumë. Prindërit e Mateos janë nga Milano, kanë një marrëdhënie tjetër me njëri tjetrin, domethënë kanë një marrëdhënie shumë të mirë, por këtë lidhjen që kemi ne në Shqipëri, Mateo domethënë me mamin tim është shumë i lidhur. Dhe edhe ai vetë ndihet shumë mirë. Ne shkojmë patjetër, shkojmë një herë në 2 muaj. Patjetër. Absolutisht. Shkojmë që ndrojmë dhe 1 muaj, sepse normalisht bashorti punët andej nuk i ka lënë, punon me zyrën e teatrit. Por edhe kur shkojmë, për shembull që ndruam 1 muaj tani në shkurt, unë dua të kthehem në shtëpi. Thash, ku në shtëpi? Në Tiranë. Në shtëpi? Në shtëpi në Tiranë. Po jo pas ke punuar mirë, ti pas ke bërë punë bindse. Dhe adoptimi i qenushave e ka bërë që jo, kjo është shtëpia jonë, se kjo është shtëpia dhe i qenushave dhe këtu jemi. Është kjo, edhe kjo arsye. Për këtë arsye, mendoj që ishte kjo, sepse ne jemi shumë të lidhur me kushërinë, jemi fis i madh. Mateo është i vetëm. Halla Mateos nuk ka fëmijë, Tezja Mateos nuk ka fëmijë, është i vetmi djali i familjes.